Një mesazh ju shalom këtë femnav që mos ngureni mi kriju ëndrat e juve çka do që i keni. Pavarësisht o shofere, o taksi, o çka do që t'jetë. Të paktën ëndrat e juve mi çu deri në fund. Në tash krejt e dim që në kompaninë këtu ku je, ja keni bën një lecim shumë të madh, normalisht edhe falë edhe projektet edhe gjithçka që është bë, edhe qytetarëve të pas parasysh tash ndryshimin që është bë, që ai kanë çu stacionin pak larg neve, po çejken autobusa tash. Sa bën një lëvizje gjatë ditës? Nej, se festonit ja keni afru valla, sa afër shtëpisë festonin ç'është në kamerë, këtu e bë me kry, të e miratu. Bën një lëvizje të shumta, po besoj që keni ndalesa të shumta në për shumë pjesë, veç në shtëpi as na keni hipëm duket. Ndalesat po bisa i kena shumë të lloja. Po relacionin e kemi shumë shkurt, mrena gjysore do të me përfundu. Apo? Për nisje prej stacionit na i kemi deri te rrethi Gilani, do të thonë mrena gjysore do të me përfundu. Mëngjes i kemi nisje pak diçka më të shpeshta, edhe do të thonë reduktojnë, masa ne i fillojnë as do gjysore. Po prapë se prapë nisjet i kemi me një kohë që as si vanonum dikujnë ose diçka, po edhe për çdo sen mujna me gjetë kohë. Unë thash, kom qëllu në Marigonën që është sevdalike, e sevdalike jam edhe unë, a janë sevdalike qytetarët, a kënaqen me muzika që i lëshonin në autobus, a jo a? Jo, bërë, po veç për momentin së shtu në abus edhe ju ju këshëm prit me muzikë. Ja, pelona na përbojmë intervjisën, tash t'jena në këtë momente në brenda stacionit të autobusëve, një stacion gjigant, e ku tjetër pos në Filizojnë tonë, kena mundal pak të shumë edhe disa pyetje për Marigonën, thash, pa disht me e pengu, po unë s'muj me nejtë rahat, do të mi nejtë e kryt Marigonës gjithqysh, po mbana këto, me sa nis një komente që ashtu që kështu se, si ju ngaj, vedeni jo, hajt pak pauzë. Në këtë momente, Marigona është një shofere, unë si me u përshtot si një konduktere vërtet, apo më shkega Marigona jo konduktere? Si kena qytetar. Punt. E vërtet, ajne që ta dhe Neve femna na shkojnë të na punt. Shumë e vërtet. Pa ndasi, pa barazi. Pa barazi. Dëna. Hajde, apo dalëm pak pauzë. Përparësia jote. Hajde të shumë, okej, dera funksionale. Hajde, Marigon. Me një punë që ki vullnet, do më thonë për atë qëllim që ti ke sakrifiku edhe ke arrit qëllimin tënë, do më ona si punë nuk është e lashme. A ka pas raste Marigona është që edhe ta kanë bo bajat ose kanë thonë lebre se ti e femën edhe nuk je për këtë punë. Çka ju thuket atënve në këto momente që na shohin? Po edhe një mesazh pse jo dhe për krejt femnat, qikat, gratë që e dojnë me pasion i punë dhe nështë e kanë ato rezervat e veta. Unë ju kisha thonë gjitha femnav që mos ngurani kryni ëndrat e juve çka do që i keni, leni para gjykimet, leni kritikat e njerëzve se na mbi gjitha jina femna dhe jina ma të forta. Do me thonë e arrina ato çka dojna, pavarësisht gjithçka që na hos jeta, si në vështirësi, si në gjithçka, të paktën e kena ato ku e arrina qëllimin tonë. Mirë. Në ndërkohë sa po folim na po shëtisim pak edhe me festonin, po dalim edhe përballë autobusit, thash që jena në stacionin e autobusëve, në stacionin e autobusëve në Ferizaj mëm. Kallëzëm atë ditën e parë kur ke hyp me punu si shofer autobusit. Që shukon ajo ndjesia? Se s'po besoj që e ki pas këtë komoditetin që piki tash, sepse e dina që dita por është pak sfiduse. Normal, dita por është pak sfiduse se mu nuk më karo asnjëherë me pas rast me vozit me udhëtar. Do me thonë çdo herë kom vozit jashtë pa udhëtar. Po normal që pak kom pak e stresueshme, sidomos pjesa e nënkalimit më spirrokin ai kon qyshat ose diçka, po mbi gjitha u kon mirë, se ja kom dashur të punë, do me thonë ja kom arrit. Tash, nëse bëjmë atë krahasimin që ke punu si shofere në taksi, tani konduktere, tash s'fundi që e ki edhe punën aktuale si shofere autobusit. Cëlla ma e mirë? Cëlla po të kënaq? Autobusit. Zoja autobusit, Zoja Marigona autobusit. E di që ako vek dhe e ko marë. Ashtë pak e rëndë me marë qëtë kategori, po të paktën gjdo rrezik, gjdo sfidë, gjdo sen e ko atë jeshin e vetë. Qysh nis një ditë, për mos më të lodh ma shumë, qysh nis një ditë e punës së përditshme të Marigonës si shofer autobusit? Pa na trego pak. Si nis, ja nis me vullnet, se kur po e di që bashkë atu ku kom arrit, ku kom dosh, do me thonë me plot vullnet. Kem normal vështërsi, është trafik në zonë,
gjithçka mujna me has, po të paktën kem atë kujdesin tonë. Mirë, unë e thash pak a shumë e ndërprajtëm edhe marigonën, po u mundum që me gjetë një relacion, momentin e parë që i kom shkru edhe kompanisë ku aktualisht edhe marigona punon e kanë mirë pritë, sepse është mirë me dhanë mesazhe tilla që pa asnjë dallim secila punë mundet mu kry prej të dyja gjinive edhe mbi gjitha mënyrën më të mirë duan veç nëse ki pasion, kështu që falënderojmë edhe kompani që na kanë mirë pritë, po edhe marigona që nuk na refuzoi, edhe gjatëm një relacion që mos më të penguas në punën tonë, po pak a shumë me na dhon mesazhe të mira edhe po shihet në sytë to që po ne me marigone dën punën me qaf, kështu që po duhet të përqaf shumë, edhe më thon bravo për punën që e bën, edhe nëse keni diçka për fond më na thon patjetër. Për fond shumë faleminderit, ishte kënaqësi ta kemi intervistën me juve. Një mesazh ju shallon këtë femna që mos ngurreni mi kryo ëndrat e juve çka do që i keni, pavarësisht o shofere, o taksi, o çka do që t'jetë. Të paktën ëndrat e juve mi çu deri në fund. Pse me dol diçka për me ta ndol ty qatë onër. Të ke fundi çdo sen e kemi, çdo mundësi e kemi, kështu që veç vazhdoni. Unë i bëj apel gjitha femna kushdo që shet qëtë video që dëni me u buku ligi me mu mirë se vini, diçka tjetër s'di qa me ju thonë. Qa po thu feston me lanën nga starin mu bo shofere, konduktire. Qëre, për me foli shumë, për ka, bash. Për ka porja kemi në bash, që falenderit shumë edhe njëherë, edhe që kam betet mua është veç me i thonë që ato se mi përsëri që ato që i tha marigona, vazhdoni ndish një ëndrat e juve edhe mos t'ja vnin, o bashkë për kërkan. Edhe dokumente që i kom po për që syzat e mija, me dioptrikëm, po bëhen ze që shtot ke bota moderna, që ka po thojnë. Kështu që, dhe në takime tjera që kam betet mua, tonë nga unë dhe festoni, nga qyteti Ferizajt, nga 2 bashkëvendas, 3 bashkëvendas, mirë ta kofshëm.